Si mundet që brezi jonë të edukoj fëmijët tanë, kryesisht ata që kanë prirje, se mund të jetë një fëmijë i shkëlqyeshme, po s'ka prirje për politikë. Si mundet që bretat e rinj të iniciojmë që këta të lidhen me politikanët amerikanë dhe pastaj paralel me këtë të bëjmë edhe suportimin e brezit të ri për të marrë pjesë për të qenë kongresist, senator. Si mendon ju vetë? Pohet, të rritë dhe të rejat të në Amerikë i shohin print, i shohin gjyshat, i shohin njerëz që kanë vepru për para, së kur mramë si keme ndëru me Krembardhen për punën e veprën e tina. Ajo është një shembull fenomenal, ose Jim Gjema, ose shumë tjerë në komunitetin tonë. Antoni Athanasi si ka puruar për para. Unë mendoj se një pjesë, gjithë nuk e mu e bojnë ato, po është një pjesë se kanë interes për qenë aty, kanë interes për të bëjë diferencën, kanë interes ku kontribojnë edhe për Amerikën, kontribojnë se ku janë, po edhe të kontribojnë për vendinjen e prindve tyne, ose gjyshat tyne, ose për rasët tyne. Ne folëm për leadership dhe lobizëm për individ. Po, cili është roli i organizimeve shoqërore, organizatat, shoqata të ndryshme që janë në komunitetin shqiptar amerikan dhe cili është mendimi juaj për rolin e tyre? Dhe si do të veprojnë ato që të kemi një lobizëm më profesional, më të mirë, më të suksesshëm? Po, komuniteti jonë ka mjaft energji, ka shoqata, organizata dhe kështu me qindra, nuk e di sa janë. Ka qenë mirë me ajo ondra e njerëzve tonë, ose me mbyllë sytë, ka qenë mirë të koordinohet, ku të kem një organizaci, umbrella, ku prinë gjitha këtyne shoqatave dhe organizatave. Dhe i dikun nuk kena arrit, po përpjeken bëhen në Texas, në Michigan, New York, po përpjeken. Një organizatë se ne kena këtu, është Vatra, ka një histori si kombet tjera, nuk e kanë. Vatra ka luajt një rol edhe në luftën e parë botërore, edhe ka luajt një rol tash 100 e sa vite për pavarësinë e Shqipërisë, për pavarësinë e Kosovës. Ka qenë mirë njerëzit në biznes, njerëzit si janë me shikua se si të krijohet një element ku vatrat të ngritet, do të jetë një umbrella ku u prinë edhe një histori, edhe të kalumen ku të rritet rejat e mësojnë edhe edukohen nga kalumja, po do të jetë një shembull edhe në tashmen për të bërë diferencën, për të ndihmu komunitetin, për të ndihmu Amerikën, se na jetojmë në Amerikë, po për të ndihmu edhe trojet tona në Ballkan, për të luajtur një rol tash 100. Duhet të harxhohet energji, duhet të harxhohet holla, duhet të harxhohet kapital për të krijuar një vatër ku do të rrojë edhe 100 vite, 200 vite në tashmen atë kështu. Po shpresoj Zotit se nashta mund të arritet në ardhmen. Cili është këndvështrimi, një mesazh, një sugjerim që juve duhet t'ju jepni votuesve të kaloj periudha, por tjetë perspektivë për të ardhmen, edhe ti ka qenë kontakti i subjekteve politike nga Kosova, nga Shqipëria me diasporën. Si e vlerësoni ju? Po mendoj se është një fillim, ku ka fillu diaspora të merr pjesë në votime, të merr pjesë në Kosovë, në Shqipëri edhe në ato. Mendoj se diaspora duhet të jetë aktualisht e përqendruar çka ndodh në troja shqiptare. Instrumentalisht duhet të jem përqendruar se si do të veprojnë shtetet tona, do të jem pjesë e asaj lëvizje, se diaspora po i man shtetet shqiptare, po i man shqiptarët në Ballkan, diaspora
kontribon me miliarda dollar në vjet i bjen në diasporën, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, në viset shqiptare. Do t'jem aktual ose do t'jem prezent se shka ndodh në atë popull, shka ndodh në atë vend, shka ndodh për neve. E kem obligim t'jem pjesë e qëndrimit, e qeverive, dhe t'jem pjesë ati vendit, dhe t'jem pjesëtar se si vepron Kosova, si vepron Shqipëria, si vepron Maqedonia e Veriut ose shqiptarët në Malzi, në Preshevë, dhe t'jem pjesë ati vendit, dhe t'jem pjesë e tyne. Po mesazhi juaj prapë përsëri për qeverit. Qeveria shqiptare zero nuk din se sa shqiptar amerikan kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ashtu dhe Kosova. Në Maqedoni s'kan fuqi shqiptarë që të bëjnë një raport të mirë për të bërë. Cili është vendimi juaj? Edhe për faktin se shqiptarët këtu zhvillohen. Ja ju për shembull keni ardhur vetëm e tash të na tregosh se sa e ke rritur familjes, edhe kur një person bëhet një familje madhe, është investim dhe ajo është sukses, është një arritje, është mirë. Po mendoj se Shqipëria dhe Kosova duhet të harxojnë energji dhe të harxojnë energji ku bashkëpunojnë me komunitetin tonë dhe të fillon një nashta regjistrim ose një organizim ku dhe dihen se sa shqiptarë janë, sa ku jetojnë, çush jetojnë. Jo vetëm këtu, po ka qenë mirë në gjithë shqiptarët në tërë botë, se ma shumë ka shqiptarë për jashtë Ballkanit, se mrenda në Ballkan. Edhe ka shqiptarë për jashtë si janë, dhe të bojë çmos të organizohet, të jenë një energji ku janë për të mirën e vendit, ku janë për demokracimin e vendit, ku janë për ekonominë e vendit, stabilitetin e vendit, për të mbrojtë këta shqiptarë për jashtë, për mbrojnë shqiptarët në Ballkan. Edhe luftën e fundit me Kosovën, lufta si ka qenë në Kosovë, janë shqiptarët për jashtë, edhe shqiptarët mrena kanë luftuar, kanë qëndruar, kanë sakrifikuar gjithë ato, por pjesë e kësaj lufte jena shqiptarët për jashtë Kosovë. Po ja, për të kuptuar, se ta kuptojnë këto dy qeverit e shteteve shqiptare, unë jam shumë kritik në të fushë, pasi janë shumë indiferent dhe japin shifra për shqiptarët në Amerikë, e paraqesin komunitetin shqiptar shumë të vogël. Ma bërë një studim, po do të pyes juve për jetën tuaj. Sa veta juve në familjet tuaj keni ardhur në fillim dhe sa jeni aktualisht sot? Na kur kena ardhur këtu para 55 vite, kena qenë 6 antarë familjes. Sot, kur mlidhem gjithë bashkë ajo familja jonë, familja baraktarit, tash si jena në Amerikë, mund të arrim nashta rreth 250 vetëve ose 300. 250? Dejnë 300. Dejnë 300. Një pa mesa, kushreja, o rritë komuniteti, o rritë, me të vërtet kanë ardhë një pjesë e madhe kanë ardhë në Amerikë, një pjesë e madhe për i troje shqiptare. Juve duke një ri në pamje, Faleminderit. Besoj se do e shberë gjysh. Po, jena gjysh 10 herë. 10 herë gjysh? 10 herë gjysh, ja. Qofshin jetë gjatë. Faleminderit për juve. Shtofshin. Faleminderit. Jemi në arshëm. Për të 3 vjetë të bërë 20. Faleminderit për juve. Dhe unë ndëgjova ma herët se dhe ju e një 7 herë gjysh. Po, 7 herë. U rritë familja juj, uroj gjithat mirat shëndet edhe gjithat mirat familjes juj. E unë kam vetëm mbesa, 7 mbesa. E do shta ben njifin fëmijët edhe ben... Në tashme mund bëjmë misi. Ku ka qenë ma mirë me bëjmë misi? Me bëjmë misi. Është një kënaqësi e madhe. A keni diçka për të shtuar për komunitetin shqiptar amerikan, pasi juve jeni një person që keni autoritetin për të dhënë një mesazh lidhur me lobizmin dhe pse jo dhe me leadershipin, se nga leadershipi krijohet lobizmi pastaj. Komuniteti jonë ka një energji fenomenale
një energji se ka njëherë nuk e shohim, ka qenë bëjmë shmos si këtë energji të avitim ku të punojmë në disa pika. Pika kryesore. Ndërtojmë Amerikën, punojmë në Amerikë, veprojmë si Amerikanë, të ngritim komunitetin tonë në Amerikë, të ngritim njerëzit tonë, se nesër të kemë në kongres, në sanat dhe nështë në shpinë e bardhë. Ajo është një. E dyta, bëjmë shmos si bashkohem të koordinojmë energjinë, në gjitha se Amerika shumë e madhe, të koordinojmë energjinë për të mirën e vendit ku kena lindë, vendit ku në kanë ardhë babalartë, ku në kanë ardhë gjyshat, të rujmë, të ngritim atë vend ku treja të familja jonë, të shkojnë, të vizitojnë, të rrinë, të kalojnë një energji pozitive. Bëjmë që mos si Kosovë, së Shqipëri, së Macedonisë, Veriut, të rrëjë shqiptare mes të ndollë që ka ndollë ma herët. Bëjmë që mos. Ju faleminderit, ju rritnera për të kujdes. Unë e falenderoj, me janë dukur si 2 minuta të bisedës, pasi ju keni qenë dhe jeni një personalitet në botën shqiptare. Unë ju thash në fillim se jeni dhe nderi komit i dekoruar nga presidenti i Republikës Shqipërisë. Kjo është një vlerësim që ju ka Mbretëria Shqiptare, por është edhe një obligim të cilën juve e vazhdoni në mënyrë pozitive atë. Kam qenë shumë privilegjuar që kisha në bisedë. Ju gjithmonë ju adhuroj për kontributet që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni. Edhe ju falenderoj në emër të gjithë shikuesve për gjithçka që ke bërë për komin shqiptar, me shpresë se do të kesh energji e vepra edhe në të ardhmen. Ju faleminderit edhe për punën e mirë si bëni, si thash edhe më herët, tash 25 vite, pe mani komunitetin gjallë, pe informoni, pe bashkoni, po ju rritnera. E di se ju dhe familja ju është sakrificë, nuk është e kollaj, po ju rritnera për punën e veprën si bëni. Faleminderit, e vlerësoj shumë, pasi juve keni qenë një personalitet që keni pasur edhe gazetën e Ria keni hapur, e keni ngritur atë në nivel larta dhe unë marr në konsiderat fjalët tuaja. Ju rritnera. Duke falenderuar edhe një herë me bisedën tuaj që bëjmë së bashku sot, Televizori Shqiptar të Amerikës i është shtuar një vlerë në arkivën tonë, e cila do të vlejë jo vetëm sot, por edhe për brezat e rinj që do të vinë. E të falenderoj. Shikues të nderuar, e falenderoj zotin e Baraktarin dhe Komit Shqiptar, edhe me emrin tuaj, dhe miru pafshim me një të ftuar tjetër në emisionin Historia Shqiptare. Mos nguroni, secili nga ju kur ka dëshirë të sjellë histori të cilat i shërbejnë Kombit Shqiptar, i shërbejnë brezave të rinj, jeni të mirëseardhur. Deri atëherë, miru pafshim. Faleminderit për juve. Ju rritnera. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin.